Dita ndërkombëtare e monumenteve të kulturës është festuar në Parkun Arkeologjik të Orikut, i konsideruar si një prej monumenteve arkeologjik më të rëndësishëm të qytetit të Vlorës. Parku i Orikut mbetet një nga monumentet arkeologjik më atraktiv të zonës së jugut, ndërsa gërmimet e para në këtë zonë kanë nisur në vitin 1958-1960 për të vijuar në vitin 2013, por aktualisht ky park në territorin e bazës ushtarake të Pashalimanit mbetet mjaft i vështirë për të vizituar, e drejtori i parkut, Sejmen Gjokoli, ndalet në veçoritë që ofron Parku Arkeologjik i Orikut. Sipas tij, aty gjenden shenja të hershme të ilirisë dhe jetës së pellazgëve. Këtë ditë në Orik është zhvilluar dhe festivali Gurra Fest, ku kanë marrë pjesë shkollat e mesme, Hasan Pulo e ajo 9-vjeçare, Bilal Pilari të Orikumit, si dhe shkolla Hasan Mihilli Edukatit. Një program i përgatitur me shumë pasion e dashuri, me këngë valle tradicionale të zonës, si dhe lojra e rite popullore, nga krahina plot pasuri kulturore Edukatit. Në raport me monumentet dhe me parqet e tjera që ka qarku i Vlorës, është e vërtet që Parku Arkeologjik i Orikut të ofron një mundësi më shumë dhe është një nga alternativat më të mira, jo vetëm për të njohur dhe për të përcjell historinë, trashëgiminë tonë prej shekush, po është edhe një alternativë për ta kthyer atë në një mundësi për të parë nga afër resurset turistike të Vlorës, mbasi dihet që Parku i Orikut shtrihet në pjesën më të bukur të detit jon, është nga parqet që është themeluar apo si më thënë nga qytetet më antike që ekzistojnë në Shqipëri dhe natyrisht i rrethuar nga deti, po i rrethuar gjithashtu edhe nga Karaburuni, kaq atraktiv. Gjithmonë Parku i Orikut mbetet një nga parqet më tërheqëse për vizitorët, jo vetëm vendas, po mbi të gjitha edhe për ata të huaj. Oriku njihet veç të tjerash edhe si betejë e famshme e Qezarit me Pompeun, po gjithashtu edhe për fundosjen që ky qytet antik ka bërë pikërisht këtu ku është laguna sot e Orikut, ka qenë si një hyrje apo si një mbrojtje që bëhej nga detet dhe nga romakët, por mbi të gjitha ne na intereson që ky park përveç trashëgimisë dhe historisë, të mbetet një mundësi, një alternativë më shumë për të shpalosur bukuritë dhe resurset turistike që ka Vlora, që ka Orikumi, që ka në përgjithësi Bregdeti i famshëm i Radhimës dhe i Orikumit. Natyrisht, ilire, pellazgë gjithashtu, po janë gjurmët dhe shenjat fuqishme të këtij antikiteti. Këtu ka qenë një qytet që është ndërtuar i gjithë mbi shkëm, këtu janë shenjat, janë gjurmët e banesave, të shkallinave, është këtu ky monument hidrik që deri para disa vitesh trajtohej edhe si një amfiteatër, por mbi të gjitha këtu ka shenjat të drejt për drejt atjetës, ka puset për ujë, ka të tjera, po them, artefakte që e vërtetojnë këtë gjë. Po pikërisht në vitin 1983 me propozim të Këshillit Ndërkombëtar të monumenteve të siteve arkeologjike, UNESCO e ka shpallur 18 prillin si ditën e monumenteve dhe të siteve arkeologjike. Është një mundësi për të ofruar për qytetarët, për të rinjt, sidomos njohjen, kujdesin, mirëmbajtjen ndaj parqeve, si një kontributi drejt për drejt në vlerësimin ndaj trashëgimisë tonë kulturore. Këtu është një trashëgimi materiale, ashtu siç kemi edhe pastaj trashëgimin shpirtërore, po me që sot jemi pikërisht në ditën e kësaj trashëgimie, të monumenteve të siteve arkeologjike, shumë të rinj të shkollave të Vlorës, të gjimnazit Ali Demi, konkretisht shkollave të gjitha niveleve të Orikumit, të Dukatit, janë sot pjesë e aktiviteteve të drejt për drejta për këtë ditë pikërisht këtu në Orik.
ju e patë që këtu pati shumë nxënës shkollash që u përfshin në lojrat të programuara enkas për këtë ditë me lojra popullore, me manifestimet ndryshme kulturore, pra pikërisht dhe mbi të gjitha si një model që ne duhet ta përcjellim në breza për të vlerësuar, për të ruajtur dhe për të trashëguar pikërisht këtë pasuri të madhe të kombit tonë. Kjo ditë ofron një mundësi për të rritur ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me diversitetin e trashëgimisë kulturore, shërben për të njohur me përpjekjet që janë të nevojshme për të mbrojtur dhe ruajtur këtë trashëgimi. Shqipëria është e pasur me monumente, site arkeologjike dhe vendbanime historike, të cilat jo vetëm duhet të trashëgohen nga të rinj tan, por edhe mbrojtur duke çuar më tej vlerat e tyre arkeologjike, historike, kulturore e më tej, ka thënë Gjokoli. Tema e kësaj dite për vitin 2017 ka qenë trashëgimia kulturore dhe turizmi qëndrueshëm.